Mi mbroma, me sa pashat videon si gjim nuk se e kishit pëlqyer shumë, kështu që hajtë vazhdojmë temën. Sot kam i këshill me ju dhon juve që thoni nuk na varin gocat i hedhin syt nga unë fare. Kjo s'ka përcjellë e bukur me ta thon, as ka tis do jetë e bukur me ngju, po ngjoj gjithsesi. Siç më keni gjuar të them më parë, ne jemi kafsh, ne jemi thjesht kafsh që mendojmë ndryshe. Mendimet i kemi ndryshe, trupat i kemi njësoj. Si kafsh jemi, me racionu për një moment, me mendu pa emocione. Pse nuk ti hedhin syt femrat ty? Masi kanë syt te meshkujt e tjerë? Çka kanë meshkujt e tjerë më shumë se ti? Meshkujt e tjerë janë më të fortë. Siç e thash, ne jemi kafsh që mendojmë ndryshe. Po të ishim natyrë, meshkujt do bënin konkurrencë gjithkohës me njëri tjetrin, kush është më i fortë. Ai që fiton merr shumicën e femrave. Kështu funksionon evolucioni, nuk e çaj bën. E kemi edhe ne në gjak. Femra do kërkojnë për mashkull më të fortë. Ai do i japi fëmijët më të fortë. Mirë për evolucionin, për vazhdimsinë e racës. Në natyrë ne do konkurroni me forcë. Këtu ku jemi tash, me jetën që bëjmë tash, ne nuk konkurrojmë vetëm me forcë, po edhe me gjëra të tjera. Si për shembull leku. Meshkujt e tjerë janë më të fortë se ti në aspektin e lekut. Shembuj tjerë, karakteri, socializimi, paraqitja, artikulimi, aftësia me dal nga situatat. Gjithë këto janë arsye potenciale pse gocat shifkan meshkuj të tjerë dhe nuk shohin ty. Kështu që duket e logjikshme të marrësh tash cop letër, shkruash gjitha këto që tash unë, pastaj një 10 opsione tjera. Edhe shifi me radhë, pastaj gjykoj me radhë, jepi një rating vetes tate, sa i gjykon veten te secila nga 1 te 10. Duhet të kesh kujdes kur bën gjykimin e vetes tate. Me gjithë tjerët mund të mashtrosh, vetes tate duhet t'i tregosh vërtetën. Kur ta shohësh pastaj kur çalon puna, të cilat ka këto ti ke probleme, gjykoje veten objektivisht, mos e gjyko me emocione. Aty do kesh pastaj komplet blueprintin çfarë duhet bësh me jetën tate, çfarë mungon ty në krahasim me meshkujt e tjerë, pse s'ke kaq i fortë sa duhet. Kështu që me logjik, dolëm prapë te konkluzioni i videos parë, ti duhet të ndalosh së kërkuari. Me sa duket të plak, ndje keq po ta them, po ti nuk mjaftoke. Për këtë arsye ti duhet të ndalosh së kërkuari dhe duhet punosh komplet vetëm me veten, për shumë kohë. Për sa kohë duhet presim kështu? Dalim prapë konkluzionin e videos parë. Njerëzit janë si elektronet. Për sa kohë ti nuk je të kërkuar me qirin në dorë, ku më përplas, ti nuk do përplasësh kund, nuk ngjet kund. Partikujt e vogla kanë dhe ngarkesë magnetike brenda, ashtu si ke edhe ti. Nëse ndalon së kërkuari, fokusohesh vetëm te vetja jote, të bësh krenar për veten tate, do vi patjetër një moment në të ardhmen që sinjalet magnetike që lëshon te rrotu do të tërhiqin dikë, që do të vinë nga nuk e pret fare, pa ju ditë zgjidhja për ty. Nëse po kërkoni krevatin e radhës, vazhdoni të kërkoni me qiri siç po kërkoni. Po jo nëse po kërkon nuse, i person më bë settle down, me kalu gjithë jetën tate, më bë rahat në këtë aspekt të jetës. Ai person nuk ekziston akoma, ai person nuk ka postpon akoma. E di pse? Sepse ti se meriton. Ti bën mirë të futesh punës, që ta meritosh, loqe.